Prokuroria e Tiranës po mbron gazetarin Gjobaxhi Elio Lazën. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që ndodh. Kështu ka ndodhur edhe kur e arrestuan me armë dhe drogë në maj të 2021-shit, dhe ishte prokurori Artan Lulaj që e ndihmoi gazetarin Gjobaxhi Elio Lazën. Pseudo-gazetari Gjobaxhi Elio Laze u arrestua me 28 maj 2021 për armbajtje, por edhe për drogë, dhe pavarësisht këtyre dy veprave mjaft të rënda, nuk bëri asnjë ditë burg. E morën, e çuan në spital dhe e shpëtuan për shkak të shërbimeve që u bën klaneve të Erion Veliajt, kryebashkiaku të arrestuar me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, etj. Çfarë ndodh këtë të njëjtë? Pas hetimeve, pseudo-gazetari Gjobaxhi Elio Laze është arrestuar nga policia e shtetit. Prokuroria ka kërkuar arrestimin, është stimuluar nga policia, është prangosur dhe akuzohet për veprën penale shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie. Në fakt, në këtë rast nuk është shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie, në rastin konkret është korrupsion në privat, dhe korrupsioni në privat në këtë rast është i provuar. Kjo sepse pseudo-gazetari Gjobaxhi është një zyrtar privat, është pronar i një kompanie, pronar portalesh, i cili kërkon para për të fshirë shkrime. Pra kemi të bëjmë me veprën korrupsionin aktiv dhe pasiv në sektorin privat, dhe kjo vepër penale i takon SPAK-ut. Prokuroria e Tiranës, prokurori i çështjes, pa i paragjykuar, janë përballë faktit se nuk kemi të bëjmë thjesht me një shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie, por kemi të bëjmë me një vepër më të rëndë penale që është në kompetencat e SPAK-ut. Siç ka ndërhyrë për ta shpëtuar nëpërmjet piramidës së prokurorisë së përgjithshme apo prokurorisë së Tiranës kur ka ndodhur ngjarja 5 vite më parë, janë të gjitha dyshimet e arsyeshme që e njëjta skem të përsëritet tani. Dhe këtë e tregon fakti që çështjen e merr dhe e mban prokuroria e Tiranës. Një rast i pa precedent që nxit gjobvënien dhe mediat kriminale. Në fakt, çështja duhet i kalonte SPAK-ut për kompetencë, i cili duhet të thellonte hetimet, jo vetëm për këtë rast, por edhe për raste të tjera të ngjashme të kryera nga i njëjti person apo dhe persona të tjera të lidhur me të. Kujtojmë se CNA-ja raportoi ekskluzivisht lajmin për arrestimin e pseudo-gazetarit Gjobaxhi Elio Laze, pasi kishte vënë gjob një zyrtari të shtetit. Elio Laze vijonte të përdorte skemat e tij me sharje, kërcënime, shantazhe dhe fyerje nëpërmjet një portali. Dhe pas shumë hetimeve të kryera nga prokuroria e Tiranës, policia i ka hedhur këtë të njëjtë prangat me vendim gjykate. CNA-ja mësoi se gazetari Gjobaxhi i kishte kërkuar shuma të mëdha parash zyrtarit dhe shkapur në flagrancë nga uniformat blu, teksa zyrtari po i jepte parat.